provë që e njëjta ka ndodhur. Po, dhe këto ishin realisht edhe gjatë ditës së sot me fjalët edhe të mbrojtjes së Thaqit edhe të Veselit, të dy kërkuan edhe një herë që klientët e tyre të shpallën të pafajshëm, duke qenë se ishte edhe vetë Mishetić po dhe avokati Veselit, të cilët thanë se nuk ka prova për ato për cilat po akuzohen. Madje avokati Veselit tha se çdo gjë është e bazuar në thashëtheme. Natyrisht, madje është edhe një fakt që duhet theksuar. Prokuroria sot kërkoj nga gjykata duke thënë që nuk ka bazë, nuk ka ligj i cili na detyron neve si prokurori që të argumentojmë prova. Do të kjo është kulmi i një procesi të padrejtë ku insistohet që nga organi i ndjekës, nga prokuroria, me çdo kusht insistohet dhe tentohet që të gjitha provat cilat i ka ofruar prokuroria të mirën si të argumentuara pranë gjykatës. Natyrisht se në këtë proces gjyqësor gjithçka mbaret nga trupi i gjykut, i cili do të analizoj çdo dëshmi, do të administroj me çdo provë dhe secila provë e cila nuk është e vërtetuar, natyrisht që do të hedhet poshtë. Andaj gjitha këto pretendime të prokurorisë për këndvështrimit dhe marrë parasysh edhe të metat në aspektin procedural cilat i përmenda më herët, shtoptu edhe pjesën tjetër që kjo gjykatë funksionon në kuadër të kornizës ligjore të Republikës së Kosovës, sepse fundja është krijuar nga Republika e Kosovës me kompetenca të veçanta, e cila funksionon komplet jashtë sistemit tonë të drejtësisë dhe mirë po brenda kompetencave dhe kushtetutës e cilë i batën që dhe funksionon, kjo gjykat ka shkelur edhe parimin bazë, që ka të bëjë me të drejtat dhe lirit të themeliore të njeriut. Konventin Evropiane për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut, e kemi këtu konkretisht në endin 6, i cili thotë që secili qytetar ka të drejtë që të ketë një proces të drejtë, të paanshëm dhe në kohë arsyeshme. Atje këtu kemi pikërisht shkeljen edhe kësaj konventit që mbi bazën e cilës edhe jo vetëm kjo gjykatë, mirë po gjykatat evropiane funksionojnë. Andaj të gjitha këto argumente të mbledhura do t'i analizoj dhe do t'i administroj trupi gjykut dhe sipas gjitha gjastave për këndvështrimit tim, unë shoh që të gjithë do të kenë një gjykim vlerësues dhe do të lirohen. Pastaj natyrisht se do vazhdoj betejë ligjore të rish për shkak të jemi në fazën e shkallës së parë, ku secila palë pak kënaqur natyrisht se ka të drejtën ligjore që të vazhdoj ankimimin në shkallën e dytë, pastaj në shkallën e tretë, kemi edhe gjykatën kushtetuese brenda kësaj strukture të sistemit gjyqësor dhe është e rëndësishme që tani nga shkalla e parë të hipet atë gjykimi lirues dhe ish-krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës të lirohen. Dhe betejë të vazhdoj sërish në procesin në shkallë të tjera. Por çka është edhe tjetër një